Sot në fshatin Shitov të komunës së Ostomes, me një solemnitet të organizuar nga basia lokale, u vendos guri themeltar për ndërtimin e shkollës së re. Fillimin e punëve ndërtimore të shkollës së re në fshatin Shitov e shënoi zëvendësministri i Arsimit Dr. Feyzullah Shabani, i cili me këtë rast foli për angazhimet e Ministrisë së Arsimit rreth përmirësimit të kushteve në procesin edukativo-arsimor, siç është edhe rasti me ndërtimin e godinës së re shkollore në fshatin Shitov, duke shtuar se gjatë periudhës së ardhshme një objekt i ngjashëm do të ndërtohet edhe në komunën e Zajazit. Vënien e gurthemelit të shkollës së re përshëndetën edhe deputetët Fadil Bajrami dhe Oloman Sulejmani, kryetari i komunës së Ostomes Sulejman Veliu, ai i komunës së Zajazit Rufat Hiseni, drejtorët e shkollave të këtueshme, si dhe përfaqësuesit e Agjencisë për Zhvillim dhe ata të Ministrisë Rajonale të Arsimit në Kërçov. Lidhur me fillimin e këtij projekti të iniciuar qysh para 2 vjetësh, si dhe për nevojën e madhe për ndërtimin e shkollës së re, foli kryetari i basisë lokale Ramazan Xhabiri. Kryetari i Këshillit për ndërtim zoti Riza Ymeri, duke i përshëndetur të pranishmit në këtë solemnitet, tha se godina e re shkollore me 1300 metro katror sipërfaqe do të ketë 4 mësojtore, 3 kabinete, 1 bibliotek, 2 zyra dhe kuzhinë, 1 minisallë sportive me teshatore, nyje sanitare dhe ambulancën e mjekut dhe stomatologut, që do të jenë në funksion të mbrojtjes shëndetësore të rreth 120 nxënësve nga klasa e parë deri në të 8-ën. Vlera e objektit është 513.000 marka gjermane, plus 19% të tatimit të vlerës së shtuar. 40% e mjeteve do të sigurohen nga vetë kontributi i fshatarëve, ndërsa 60% nga Ministria e Arsimit dhe Agjencioni për Zhvillim. Punët ndërtimore që janë besuar firmës Alfa Engineering nga Gosivari pritet të përfundojnë me fillimin e vitit të ri shkollor. Përmëngjersisht ju ftojmë të ndiqni materialin e përgatitur.
Të nderuar miq, të dashur mysafir, nxënës dhe arsimtar, të respektuar, dashamirë të shkollës dhe arsimit. Kam nderin që në emër të banorëve të fshatit Shitov, në emër të bashkisë lokale, si dhe në emër të Këshillit për Ndërtim, të përshëndes dhe të dëshiroj mirëseardhje në këtë stubim solem me rastin e vendosjes të kurthemerit të këtij tempulli të arsimit. Počitovani gosti, во името на жителите на село Шутово, Odborът на местната заедница, Odborът за изградба и во мое име ви поздравувам и ви посакувам добродојде по повод поставувањето на камен темелникот на овај училишен објект. Më lejoni veçanërisht përshëndes dhe të falenderoj për pjesëmarrjen zonjat dhe zotërinj. Dozvolite mi posebno da ih pozdravim i da im izrazim posebnu благодарност za učestvото na дамите и господата. Доктор Фейзулла Шабани, заместник министър и арсимит. Депутатът Адил Байрами и Уламан Сулеймани. Доктор Идрис Ковачи, заместник директор и агенционит për zhvillim. Zotrin Recep Kuseni, zamestnik drejtori i elektroekonomisë. Kryetarët e komunave Osllome dhe Zajaz, zotrin Sulejman Bediu dhe Rufat Jusufi. Pozdravujem gospođa Slavica Krsteska, predstavnik na Podraškog Ministarstva za obrazovanje. Pozdravujem direktorot na REK Osllome Blagoje Despotovski. Pozdravujem gospođa Vesna Taneska, republički prosvetni inspektor. I përshëndes kryetar e këshillit të komunave Osllome dhe Zajaz. Drejtorët e shkollave fillore Sërbic, Tuhin, Zajaz dhe Veshnik. Si dhe kryesit e mjeteve të informimit. Në fillim, më lejoni si kryetari i Këshillit për ndërtimin e shkollës të jap një përshkrim të shkurtër për fshatin Shitov dhe aktivitetin për ndërtimin e kësaj shkolle. Fshati Shitov është një fshat me mbi 800 banorë dhe afër 100 nxënës. Mirë, por për fat të keq nuk ka pasur shkollë dhe nxënësit e këtij fshati për të kërkuar dijen, ecin në këmbë, në mod të ligë disa kilometra rrugë. Në fillim në Sërbic, më vonë në fshatin Strelc e kurse sot shkojnë në fshatin Prem. Edhe pse nuk kishte shkollë fillore, sot ky fshat ka një numër të madh intelektualësh, arsimtar, profesor, jurist, ekonomist, inxhinier, mjek e deri te profesor universiteti. Aktiviteti për ndërtimin e shkollës fillon me datë 22 korrik të vitit 1998, në tubimin e mbajtur u vendos që shkolla të ndërtohet në parcelat 1307 dhe 1308, pikërisht në këtë vend ku gjendemi tani. Këshilli për ndërtim fillon aktivitetin për përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm. Duke pasur parasysh administratën e komplikuar dhe të ngadalshme, leja për ndërtim merret më 22 dhjetor të vitit 1999. Projektin për ndërtimin e kësaj shkolle, në bazë të idesë të arkitektit Kujtim Elezi, e përgatitur inxhinierët Recep Asani dhe Atip Halimi, kurse revizion e projektit e bani ndërmarrja projektuese Afërdita Kërçova me drejtor Ramazan Imen. Vlera e objektit është 513 marka gjermane plus 19% tratimin në vlerën e shtuar. Këto mjete në vlerë të 14% i siguron bashkia lokale, kurse 60% Ministria e Arsimit dhe Agjencioni për Zhvillim. Ky objekt shkollor do të disponojë me këto lokale. Në katin përdes është e vendosur kallatoria, ambulanta e përgjithshme dhe stomatologu për nxënësit e shkollës, si dhe mini salla sportive dhe nyja sanitare. Në dy katet e tjera janë të vendosura mësojtoret, kabinetet, si dhe biblioteka, zyrat dhe kuzhinat e nxënësve. Ndërtimin e kësaj shkolle, mbas tenderit të shpallur nga Ministria e Arsimit, ja besoi ndërmarrjes ndërtuese Alfa Inxhiniering nga Gostivari me drejtor Nasuf Saiti. Mbikëqyrjen e objektit e bën inxhinieri Hatip Halimi. Deri në këtë fazë punët zhvillohen me sukses. Parashihet që objekti të kryhet brenda 190 ditë pune. Faleminderit për kujdesin. Ta shëftoj kryetarin e bashkësisë lokale Ramazan Xhabirin,
Të marri fjalën të përshëndesi këtë klubim. Të nderuar miq, arsimtar e bashkëfshatar të mi, në emër të Bashkisë Lokale të fshatit Shuto, u prezentrisht ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë solemnitet të vënies së kurthemelit të kësaj shkolle, aq shumë të pritur prej nesh e në veçanti prej familjeve tona. Për ngritjen e këtij tempulli të dijes u jetësua një iniciativë ndoshta nga më fisnike deri tash, prej ku shprehet vullneti i pathyeshëm i njeriu tanë në ndërtimin e një shkolle të re për popullin e ardhmërinë. Ardhmëria është më e ndritur dhe më e sigurt. Le të shpresojmë se shtatori do të mbledh nxënësit në këtë kulm e kësaj shkolle, e cila shumë shpejt do të shohë ritmën për të marrë pamjen e madhështisë që i takon së re. Na prift e mbara në këtë punë. Dalçim faqebar, ju falemnderit. Falenderoj kryetarin e Bashkisë Lokale, e lut zotin Baftir Baftiri, drejtori i shkollës qendrore Milto Gura, ta marrë fjalën. Të nderuar musafir, të nderuar prindër, arsimtar dhe nxënës. Kam derin dhe kënaqësi të veçantë që sot me rastin e vënies së kurthemelit të shkollës së re në fshatin Shitov, komuna Osllomez, u përshëndes dhe u dëshiroj mirëseardhje. Është kënaqësi e veçantë të qëndrosh para një akti të vënies së kurthemelit të një tempulli të dijes. Në këtë tempull do të edukohen filizat të reja dhe të njoma, të cilët do të marshojnë drejt shtigjeve të arsimit. Kjo paraqet një piknisje të gjatë për të ndezur pishtarë të rinj të bënë udhërrëfyes drejt një të ardhme të ndritur dhe të sigurt. Këtu pra përcaktohet vlera e një kombi, emri i të cilit mund të lartësohet në pjedestalin e kulturës të qytetërimit botëror. Prandaj, t'i zbusim zemrat dhe të ndihmojmë ta ngrejmë muret e këtij objekti të shenjtë që është kënaqësi e të gjithëve ne, rast të parë e vetë fshatit. Këtu do të vinte fundi i gëzimit të madh të nxënësve, të cilët me buzëqeshjen e tyre të ëmbël premtojnë një ardhmëri të sigurt. Këtu do të mposheshin edhe shpirtëkëtin dhe do të ulin kryet para vullnetit tuaj të pathyeshëm, sepse të ndërtosh një shkollë do të thotë të presish një ardhmëri të lumtur. Sfidoni me këmbgulje të gjithë pengesat dhe të dalin faqebartë siç kemi qenë për herë. Ju uroj punë të mbarë, paqin, ndihmën e Zotit dhe e gëzofshim së bashku në rast të parë fëmijët tanë, ardhmëria jonë, gëzuar. Dragi gosti, počitovani prijatelji, mi pričinува posebna čest i zadovoljstvo što danas po povod postavljanja na kamen temeljnik na nova učilišna zgrada vo selo Šutovo, opština Oslome, možem da ve pozdravam i da vi posakam srdečno dobre dojde. V ovoj mig sakam da istakam дека денешниот свечен чин е уште еден практичен пример дека надлежните органи и институции на Република Македонија, а пред се Министерството за образование вложува mnogo napori za создавање на услови за посовремено изведување на наставата, според европските стандарди на следење на воспитното образовниот процес. Во тој контекст, искрено благодарност упатуваме до владата, Министерството за образование и до местната заедница, односно до жителите на ова село, кои ги обезбедија потребните средства за изградба на овој училишен објект, во кој наставата ќе следат над 120 ученици. И во иднина ќе продолжиме да работиме, да градиме, да создаваме нешто ново, посовремено од вчера, зашто најмладите се најголемото богатство на една земја.
To je naš dolg kon generacite, što dođa, da izgraduvame i osposobuvame mladi luje koji će bidat celostno podgotвени da je agrada Republika Makedonija i da go zabrzat nezemljiot od kon evropskite standardi. A nije sakame, možeme i znajeme. I blagodaram. Falenderoj drejtorin e shkollës Mildogura Baftir Baftirin. Të nderuar mysafir, për ndërtimin e këtij objekti kontribut të madh kanë dhënë zavesh Ministri i Arsimit, deputeti Fadil Bajrami, si dhe kryetari i komunës Ostomez Sulejman Veliu. E luz zavesh Ministrin e Arsimit, zotrin Dr. Feyzullah Shabanin, të marrë fjalën të përshëndesi këtë tubim. Të nderuar kërçovar, të nderuar banor të komunës Oslumejt, të nderuar pikërisht banor të fshatit Shutov, çdo ide që është e sinqert, çdo ide që ka qëllim të mirë dhe çdo ide kur është në byqe arsimi, dia pa qetër të ngadnjej. Ideja të cilën e shtruan nga banorët e fshatit, nga aktivistët të këtij rreti të dashamirësisë së arsimit, në bashkëpunim me strukturat e komunës së Oslumejt, në bashkëpunim me të zgjedhurit të popullit, deputetit, dhe pikërisht me angazhimin e Ministrisë së Arsimit, ja pas një periudhe një vjeçare, do të kisha thënë, ne sot gjendem në një jak të vënies së gurthemelit, pikërisht të gurthemelit të dijes, të gurthemelit të një shkolle me cilën nga kjo shkollë do të dalin gjeneratat e ardhshme, gjeneratat me cilën do të thotë se do të krenohet jo vetëm rrethi, jo vetëm vendbanimi, por edhe hapësira më e gjerë, qoftë në Korçov, por dash Zoti edhe më gjerë. Në këtë drejtim, Ministria e Arsimit dhe pikërisht unë si reprezent i kësaj ministrie, është nder dhe kënaqësi që të marr pjesë në një aktin e vendosjes së gurthemelit, me çka Ministria e Arsimit në programin e vet ka parasysh se në çfarë kushte zhvillohet procesi edukativ arsimor në gjithë territorin e Maqedonisë dhe duke bërë përmirësimin e kushteve në cilën zhvillohet arsimi, ne në këtë shekull, në këtë milenium të ri, do të tentojmë që të bëjmë përmirësimin jo vetëm në reformat e arsimit, jo vetëm në sjelljen e ligjit për arsimin superior, por në të njëjtën kohë bëjmë edhe përmirësimin e kushteve në cilën zhvillohet mësimi. Është një domethënie se për të qenë një shtet i zhvilluar, pikërisht duhet të ketë bazamentin arsimi. Bazamenti është dija. Përparimi i çdo populli, përparimi i çdo shteti, përparimi i çdo kombi është dija. Në këtë drejtim, kjo rrethim, Kërçova dhe rrethet të ndryshme dinë të japin kontributin e vet. Kur është në pyetje dija, kur është në pyetje arsimi, dhe ne si ministri ju falenderojmë pikërisht banorëve të këtij fshati që gjetën mundësi, edhe pse në këtë kushte të vështira ekonomike, që edhe ato të jenë reprezent apo më mirë me thënë participient me 40%, me cilën kontribojnë drejt për së drejti në ngritjen e këtij tempulli të diturisë. Dhe zdas Zoti, ashtu siç u theksua edhe më parë, që në shtator ne të marrim pjesë në një solemnitet tjetër, por në lëshuarjen, do të thotë se në përdorim të këtij objekti shkollor, me çka do të krijoheshin kushtet më të mira për zhvillimin e procesit edukativ arsimor. Në këtë drejtim, unë nuk dëshiroj që edhe më tepër do të thotë se të zgjasi, por në fund, në emër të gjithë strukturave të Ministrisë së Arsimit, në emër të ministrit dhe gjithë të tjerëve, ngelim me shpresë se manifestimet të tilla, kur është në pyetje Kërçova, Oslumej dhe Zarazi, nuk do të gjejnë do të thotë se të vetme, dhe mendojmë që gjatë kësaj periudhe, në këtë vit,
të marrim pjesë edhe në aktin e vendosjes dhe gur themelit edhe në një shkollë tjetër në komunën e Zajazit dhe gradualisht do të thotë se ne do t'i mbulojmë shprastirat me të cilën nuk është investuar në këto vise 50 vite me radhë, unë kam pasur mundësi t'i vizitoj shkollat, por në këtë drejtim kjo qeveri, kjo ministri nuk bën dallime kur janë në pyetje investimet në objektet shkollore, duke filluar nga Struga, Gjernë-Kumanov dhe në pjesët tjera të Maqedonisë, ne si vjet mendojmë që në bashkëpunim me Bankën Botërore dhe investitorët të huaj, sadopak të zbusim kur është në pyetje zhvillimi dhe procesi edukativ arsimor, për arsye se Ministria e Arsimit ka në plan me reformat e arsimit, nuk do thotë të bëhet reforma vetëm në letër, por reforma do thotë se do të jenë edhe në praktik. Prandaj në fund ju falenderoj qytetarëve apo bashkëvendësve të fshatit Shutov që pikërisht e dhanë kontributin e tyre që një herë për gjithmonë të zgjedhin një nyje që kjo shkollë të jetë vatër e diturive të gjeneratave të ardhshme. Ju falenderoj. Përzemërisht e përshëndes dhe falenderoj zotriun Zavens Ministër Rizullah Shabanin. Fjalën e ka deputeti Fadil Bajrami. Vëllezër dhe motra të nderuar mysafir, më lejoni t'ju përshëndes dhe t'ju falenderoj për përpjekjet, angazhimin, mundin që ja ne arritëm sot në këtë akt solemn me rastin e gurthemelit të këtij objekti në fshatin Shutov. Unë them sinqerisht, ne për herë ndjemi krenar kur fshatnave, zonave u ndihmojmë në infrastruktura apo diçka tjetër. Mirë po ky rast është jashtëzakonisht domethënës kur bëhet fjalë për arsimin. Edhe mu për atë për shkak se fshati Shutov e meriton këtë objekt nga se nga ky fshat ne krenohemi si komunë për shkak se në bazë të numrit ka dalë intelektual dhe më shumti nga gjithë bashkësitë tjera lokale. Ne jemi edhe për atë krenar për shkak se sigurisht kjo bashkësi lokale ka bërë përpjekje edhe më herët për ndërtimin e këtij objekti, mirë po ne si gjenerat arritëm së bashku me ju ta ndërtojmë dhe ta ngrisim këtë tempull të dijes. Ky fshat ka dhënë kontribut edhe më të hershëm, sidomos nga ky fshat kanë dalë ata të cilat janë përpjektë që çështjen tonë ta çojnë përpara, që nga lidhja e Prizrenit dhe aktivistë të dalluar edhe në kohën kur rilindasi tanë janë përpjektë që dia të eci përpara që në Bukuresht e kështu me radhë. Unë mendoj që në shtator, në bazë angazhimeve që ne kemi marrë, dhe të përpiqemi që ky objekt të filloj punën, këto nxënës të fillojnë dijen, përpjekjen dhe arsimin këtu. Unë mendoj që gjithë këto njerëz që në mbështet këtë iniciativë, sidomos Zavens Ministri i Arsimit dhe gjithë strukturat tjera politike, bashkësia lokale do t'ja arrijë këtij qëllimi. Në fund ju falenderoj dhe ju uroj suksese të vazhdueshme. Ju falenderoj. Falenderoj deputetin Fadil Bajramin, lutë kryetarin e komunës së Oslomes, Sulejman Veliun, ta marrë fjalën për shëndetësi këtë dubim. Të nderuar të pranishëm, musafir, funksioner, prind, arsimtar, nxënës, më lejoni që në emër të gjithë qytetarëve të komunës Oslomes t'ju përshëndes dhe në veçanti juve banorëve të
Shutovës të ju përgëzoj për dhënien e gurthemelit të objektit shkollor. Më lejoni të shtoj edhe atë se kjo ditë gjithsesi është një ditë e madhe dhe patjetër e shënuar për ju për Shqitovën. Gëzimi dhe hareja shihet qartë në fytyrat e juaja. Unë sinqerisht ju them, jam krenar që më ra në hise të ndaj ndjenjen e gëzimit dhe lumturisë për këtë arritje. Shqitova këte e meriton. Thënë thjesht, Shqitova këte e ka merituar dhe më herët, nga shkaku se, si që u cek edhe më parë, numri i intelektualve nga ky fshat, krahasuar qofsi vlerë absolute, po krahasuar edhe me numrin e intelektualve, krahasuar me numrin e banorëve, është mjaft i lartë, për atë dhe Shqitova këte e ka merituar edhe më herët. Të shpresojmë se me angazhime të përbashkëta do të arrijmë edhe qëllimit që sa më shpejt në shtatorin që vjen, në zilën e parë, nxënësit të fillojnë mësimet në këtë objekt. Ju falenderoj. Falenderojmë zotriun Sulejman Veliun, e luz deputetin Olloman Sulejmani, ta marrë fjalën për shëndetësi këtë tubin. Të nderuar të pranishëm, më lejoni në fillim t'ju përgëzoj për gurthemelin i kësaj godine shkollore. Unë me siguri nuk dua të përsëritem me parafolisit, me që dhëm kontributin e tyre në këtë drejtim, por kontributi në veçanti nuk ka munguar edhe i të gjithë qytetarëve të komunës së Osllomes. Për ne është krenari që sot, në këtë ditë të nxehtë, jemi para vendasve tonë, në veçanti të qytetarëve të bashkisë lokale Shqitov, që unë më së miri i njoh, në veçanti karakterin e tyre burrnor, për shkak se kemi punuar një deceni të tërë bashkarisht me këto. Unë do të kisha darë vetëm një fjali, ky fshat dominon në sferën e medicinës, edhe në shumë segmente tjera të arsimit, por kërçovarët në tërësi krenohen me mjekët që ne i ka falë pikrisht kjo bashkësi lokale. Dhe mjekët më së miri e dinë dhe kanë qenë të hendikepuar pikrisht për shkak se në këtë bashkësi lokale mirisht nuk u gjet forcë edhe mundësi që të ndërtohet një godinë shkollore për mbajtjen e mësimit të pasurisë më të madhe, siç ne i quajmë trashëgimtarët tonë e ato janë fëmijët tanë. Mendoj se për këtij momenti të gjithë ne jemi krenar se kur do të vijmë në mbledhje të ndryshme në këtë fshat, bile do të kemi ku do të mbajmë mbledhjet bashkarisht. Sepse ju e dini mirë, vitet 90-ta kemi mbajtur mbledhje para xhamisë, që do thotë se kemi hasur në vështërsi, pikrisht për hir të asaj se nuk kemi pasur ku t'i mbajmë të mbledhje. Kjo është krenari, jo vetëm e kësaj qeverie, por është krenari edhe e qeverive të më përparshme, për shkak se fshati juaj asnjëherë nuk ka qenë i lënur pas dore. Megjithatë, unë ju bashkangjitem për gëzimeve të parafolësve të mi dhe një herët premtoj, me që jam deputet i kësaj zone, nuk do të kursej djersën dhe mundin derisa të frymoj për këtë fshat, me që këtu gjej burrnin, këtu gjej sinqeritetin, këtu gjej perspektivën e të gjithë kësaj treve të banuar me shqiptarë. Pra dhe njëherë ju falenderoj. Falenderojmë deputetin Olloman Sulejmanin, e ftoj zotriun Shefik Azizin të bëjmë një lutje fetare. Pas lutjes fetare do të vendohet gurthemeli, do të dalim nga kjo anë këtu me njëherë vullet betoni. Gurthemeli do të vendoj zotir Zaves Milici Fethullah Shabani, edhe qeri do të udhim.
pas mbledhjes së Gulthemelit, vendosjes së Gulthemelit, ju ftoj të gjithëve në anën tjetër në një koktel modest. Faleminderit edhe një herë për pjesëmarrjen. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين Faleminderimi i takon vetëm Allahut xhalla shanuhu që e krijoi njeriun dhe e zbukuroi me mend dhe me dije, ja fali diturinë që është dituria e mbar njerëzisë. O Zot i madhërueshëm, na sot jemi të buar këtu që të vendojmë për themelin e shkollës së fshatit Shitov, që do të jetë burim i diturisë. Pra të lutena o Zot i plot fuqishëm, që të na udhëzosh me diturinë, se na e kujtojmë shpesh herë fjalën tënde të parë që ja zbritet të dashurit tonë Muhammedit alayhi salatu wassalam ku i dhe ikra, lexo se vetëm me lexim dhe mësim do të arrijmë qëllimit dhe kënaqësisë të kësaj bote. O Zot i madhërueshëm, edhe një herë të lutemi që të na begatosh këtë shkollë me begatinë e diturisë, se ti ke thënë se çdo gjë vdes, vetëm dituria është dritë, nuk vdes kurrë, derisa të ekzistojë gjithësia e Zotit në këtë planet. Pra falënderimi i takon vetëm Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit dhe krijuesit të botrave dhe sunduesit të ditës së gjykimit. O Zot, udhëzona në rrugën e drejtë, në atë rrugë që ti e begatove ata para nesh, dhe mos na bë prej atyre që ti e zbritë hidhrimin tënd dhe mbetën në errësirë. O Zot, më në fund te ti kemi një lutje më të përgjithshme. O Zot i madhërueshëm, të lutemi që të na mbrojësh dhe të na largosh prej atyre tradhtarëve që ende nuk u ka dalë komunizmi prej zemrave të tyre. Dhe mos i le të qiet në këtë botë që të bëjnë çrregullime kur mos i le pa një bela. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Hajde me fat e gëzofshin shumë generata. Ka një salit të parë. Hajde. Hajde.
Qatar, për hajde të jetë. Ju njëmë shi. Selam mavrik, edhe ju bërë. Amin jarim. Hajde, me këtime. Qysh dhe uaj? Shëve! Asi tjetër! Hajde, hajde me Zime, me urime! Ka, Qep të ju të rëshamë, dime këtë me ju, dik qakës janë. Shesa me këto hoxën. Dy sami, se sa... Alla daj hesike. Lunga daj,